Një dy elemente të rëndësishëm që quhet në gjuhën arabishte takhlije o tahlije. Fillimisht duhet edukim, fillimisht duhet pastrim, pastaj duhet stolisje ose pajisje. Kjo ndodh edhe me gjonat e përditshme. Njeriu para se më rregullu pastrohet. Petkun para se me parfimos e lan. Makinë e lan me lloj larje pastrime, pastaj i vesh edhe i hidh parfim. Ashtu edhe me trupin. Fillimisht lahet mirë, pastrohet, pastaj hedh parfim. Kështu edhe fetarisht. Fillimisht i largon dukuritë e këqija, çka e njollosin dhe akumulojnë zemrën. E më pastaj stolisësh me morale, me sjellje, me bontone të mira, të preferuar. Kështu është edhe feja jonë. E në Islam urdhrat që të tregova kanë ardhur për çë qëllim? Falja e namazit, agjerimi i Ramazanit, shkurja në hax, dhënia e zeqatit. Këto gjëra të kanë qëllim më të pastru, se njeriu nuk ka dëshirë me majt regjim në trupin e vet. Çka nuk kupton për shembull agjerimi? Agjerimi thon me abstenu, me frenu veten nga disa elementet që në esencë janë të lejuara, mi po në kohën dhe sezonin e Ramazanit ndalohesh. Me hangër me pi e ki të lejuar për Allahut. Ama në Ramazan ja. Nuk guxon me hangër, nuk guxon me pi në atë kohën e Ramazanit edhe orën, terminin. Jo vetëm ajo e pije, edhe do gjona tjera, nëse i martuar, nuk guxon me afru bashkëshortës. E mos me gjona tjera që janë të ndaluara në esencë. Përgojimi, shpifja, këto punë të këqija, këto janë të ndaluar në Ramazan, alo më shumë do të më qenë më ndaluar, më i kujdesshëm. Mi po gjona që janë të lejuar në Ramazan ndalohen. Përse ndodh kjo? Nëse do me mojt regjim, nëse do me mojt ndërtimin, formimin e trupit tanë, kështu duhet. Kështu ndodh edhe me gjana trupore, smundjet. Ke dënë smundje, ke diçka ki duke hangër, duke pi njeriu, pranon dhe abstenon shumë do helme të përditshme. Edhe mirë ku shka, pasi e shikon ato analizat, thotë ti duhesh dietë, regjim të rrezikshëm. Maksimalisht elementet që përbën sheqer duhet shmangësh. Nëse ka probleme yndyrave duhet më shmangë. Jashtë atyve ilaçeve dhe barnave që duhet mi konsumu, pa dhe anën tjetër. Atëre, nëse ti përmbash një periudhë për 1 muaj ose 3 muaj, kime po, pas e që ban analiza, ndryshime, reforme, kështu dhe fetarisht është. Agjerimi nuk ka për ngarkesë, do me mbojt një farë regjim shpirtëror, se njeriu me gjonet e përditshme e ngarkon shpirtin. Lloj, na kena gjonet përditshme që sot janë helme për neve. Nëpërmjet këtyre elementeve dhe urdhëresave dhe ndalesave, njeriu patjetër e edukon veten e tij.